tash jem rrugës për Drnovës, fshatin ku për herë të parë ka dalë publikisht UÇK-ja në zonën e Pashtrikut, pas atij Drenicës edhe Dugagjinit. Tu me 26 prill. Sa ka më shku kom deri natë? Jo, babi me makinë shkojmë, kom babi ka shku në 98-ën, s'ke ma nevoj me shku në kom. Tash jem të lirë, kem asfaltin. E kem lirin. Si shdi e travesër nga zonat bujqësore që njihen për punë edhe për mikpritje e bukdhënie. Të asfalti ato natë të dima ta kena më shku me karë? Po, me karë shkojmë, tash vjen edhe Gjagji Bel. Qyre traktori, qyre i vreshtat, ko pranvere, ko e bukur. Qyre i vreshtat. Shik gruni sa që nga rrit. Bukuri pranverore. Vac. Tash po shkojmë Drnovë, se gati arritën kjo për Bataçan. Kjo sa makina po vjen për mas. Krejt po vinë atje. Dhe lapidari Bedrush Gashit. Bedrushi ka ra një vit pas vllaut Fehimit. Fehimi ka ra me 27 maj. Nëse keni dëgju këngën e shkurt e Fezës, dy vllazën dëshmor një pranveri ndan. Edhe arritëm gati në Drnovës. Gratja dimrat. Pastër, bukur. Verse imigrimi e ka bot vetën. Bukur me që pat 26 prilli. A jemi para krejtve? Ajo? Opa. Ja, rritëm edhe në Drenos. Të në dy vllazëri dëshmor, Fehimi edhe Bedrushi. Bedrushi ka qenë ma madhe. Gjatë kaq Fehimi 71, tema diplomës i ka mbet Fehimit. Ka qenë student i bujqësisë. Tash vazhdojmë drejt Mjeshkës, zati është e mua
sot nga kompania Ekodrinia. Shkojmë të dhëmi të Ranjes. Kjo rrugë kushë kam paramenu para luftës që bëhet asfalt e tërheqet. Krejt kom kjo kanë kash mundit. E këta janë marshin duke e bon nderim dëshmor dhe Safet Latifi i Visar Hoti. Mje pas kanë të regu me kohë se kisha postu njoftime ma shumë. Ishin bleu ende ma shumë. Dhe blerim dhe ajo lumt. E tash arritëm. Ka ndryshim të madh, domethënë edhe kjo rrugë qel. Kush po më thjen telefon. E tash kanë fillu të bëhen kjo rrugë veç është qel, kanë me vazhdu edhe me tjera. E shikone çfarë bukurie ka kjo pjesë. Ma shu si pas kanë arrit. O, bëca Jusuf, bre! Që shemra bëca Jusuf? Respekt bëca Jusuf, i por tje. A i ki bot të 4? 18. E tash po fillojmë që vezarami zogja i smolit. Cufa, mjegëll me qonë cufa. O, gajt cuf veterani, bre. Ti flaksh. Bojmë pak qetësi. Ju ftoj t'i nderojmë dëshmorët e kombit Visar Hoti Safet Latifi me 1 minutë heshtje. Lavdi! Lavdi! Gjyve, këtë datë për kushtimore, që ka ro 2 dëshmorë herë u kishë Safeti me Visarin. I përshëndes gjithë familjet e dëshmorëve, veçan e përshëndes Qusi Mustaf edhe Mocën Lat, Lavdiju koftë të në djemve, Lavdiju që i keni rrit, janë këto ditë dhimshme, shumë dhimshme, po janë krenare. Këta djemja kanë këthy dignitetin kombit, se i ka pas hup përfundimisht. Këta janë pa arrushme, janë gjallë, ordhim të madhe në moshën matë 103 kanë shku. Mirë po, Kosova zbo shtet, e ka njoft bini që në shtete më të forta, mas me paskon këta djemë me derë gjakin e me vo luftën, nuk i shumë sot këtu. Dhim kemi në përgjësi po në krenari e madhe, edhe veçanërisht e përshëndes edhe bashkëpunëtarë që ka pas Smaj Latifi edhe kryetar komune me stafin e vetë. Unë kërqysh nuk mujtë të barë se vegi një plakin mlako, to data janë të mlaja, janë historike. Lavdiju ka gjithme, pa dalim familjeve të dëshmorëve, veçanërisht juve tyve, sa që jemi këtu për heroizmin e djemve. Ndeshta më përshëndet, po ndeshta më nalë pak të një aspekt tjetër, për shkak
Atë ditë në Zatriq, man këta 2 vranë, po të gjithë shokët në plagos, të gjithë jenë lëndu. Dikush thotë këta janë shku 3 edhe nuk kanë lënë kohë. Unë mendoj që këta kanë lënë plot. Rinia Kosovës, gjeneratët e reja, që mos ishin shokët, nuk do të ishin shokët e vrarës, nuk do të ishin gjeneratët e reja. Përndryshe, poeti thotë, na po plakëm, këta kanë mbet 3. Na vrejtëm të ngjit për pjetë, bukur mu shumë frim, këta kanë mbet 3. Këta kanë mbet 21 vjeç, kanë me jetë gjithmonë. Ne edhe kam në harru dikush dikur, këta kusht kam i harru edhe në dekada. Faleminderit, pushtime familjes, lavdi trombe, pushtime shokëve, sepse çdo ditë sa herë vim është një njëjti emocion, kur ditën e parë që na kam dhënë. Mund për shokët gjithmonë është i njëjti. S'po muj edhe me Faleminderit. Alea, për të mullja 2 fjallëve? Salet? Dhe Berisha. Na bashkarisht kemi qenë bashkëluftëtar në Smolën, Safetin, Sojën. Të ditë lavdeshme kanë qenë atë pjesës tonë, Safetin se është edhe ka qenë edhe ne për June. Unë ju shprehi ngushëllime, lavdi, të gjithë terrenëve famorë, pa dallim, të gjithë terrenëve për deri, pa ashtu edhe Safetit edhe Isarit, që këto ditë që i kemi janë ma meritorë që ne sa realizojmë deri dhe vazhdojmë rrugën e tyre. Lavdi shokëve të luftës, lavdi të gjithë dëshmorëve vjetë. Mas më rome, me ju përshëndes gjithë ju në një pjesë këtu. Ta që bisedun që falën pak më përpara, dishka nuk në ngrishin zonin, duhet me ngrish zonin, me një ata atje, me një kretë, s'kuj. Po, e unë jam që ashtu që e ngriti zonin. Ju më faleminderit që i keni ardhë, pa vini për çdo vit. Na jemi krenarë edhe me juve, jemi krenarë edhe me shokët e të në djemve, që sot kanë hecën kam për në shti pak njët edhe ato që kanë hecën kam edhe ta. Po, mirë shumë, na kemi për kryetarit komunës çdo herë është aktiv, që do të thotë na përkra edhe neve, edhe shokët të vetë i përkra me një farë mënyrë. Për dëshmorët, ta kanë ra, por nuk kanë vdek. Ta gjithmonë janë gjallë, gjithmonë kanë me qenë gjallë, vetëm në qafë se ndryshon ai sisteme e marrë dikush tjetër, por pa kishin në shtanë të njerë, mund të shahemi, por unë nuk e besoj një gjatë tillë. Kosova është të hesë, pa marrë parasysh me çfarë hapa, ka dashëm, por është të hesë për para, ka ndryshime, shpresojmë që antarman ka me pas ndryshime dhe më të mëdha, që kësën një ndryshim rast nuk ka që këtu, të shohim. Tu ke zonë, me siguri ka më po në zonë, piktoresë ke përmes, arme për shumë, së kënë përvalë, sepse ari këtu është njëstaj si i përvalës. Unë nuk 5-6 ma shumë, faleminderit shumë që keni marrë pjesë. Turizmera më që më Kombit për Mësusin Mustaf, që është baba i dëshmorit kombit Visar Hoti, për familjarët e ti, për motrat e Visarit, vllaun, nipat, besat, për azendat, për familjarët e ti, për djemt, për nipat, për besat, për motrat, për bashkëluftarët, për shëndetje po ashtu. Këtë nuk i pasi sot, sa i sot është maj vjetër në mosh këtu, po ka një veprimtari të pasur, bujshme dhe të gjatë kushtuar çështjes së lirisë së traut. Tu i kemi edhe bashkëluftarët tanë nga Gurbardhi, Ademin, Afrimin, Recepin, kemi edhe ne, se jemi të lidhur familjarisht, kemi bashkëluftarë tjerë, pra ne shumë këtu shokë e Visarit, Safetit, kemi Monin, është babi dëshmorit,
Sajt Krasniqi, kemi Luan Danuzën, bab i dëshmorit Jahja Danuza, kemi nënkretarin, djalit dëshmorit Shkëllzim Zanoga, kryesuesin e kuvendit komunës, bashkëpunëtorët shumë, luftarët, qytetarët pranishëm, liridashës, fëmijë. Sot është përvjetorin 27 përjetësimin në altarin e lirisë dy bashkëluftarëve tonë, që kishin një biografi të pasur, që e kam dëshmu përmes aktiviteteve që nga viti 93, 94, e deri në frymin e fundit, deri në momentin e rënjes, pra këtu në këtë kodër, në bjeshkën e Zatriqit, në mëngjesin e hershëm të 18 prillit vitit 1999. Visari dhe Safeti nuk ju kanë bashku luftës, edhe nuk ka konë zgjedhje e asnjë bashkëluftari tonë, e asnjë qytetari tonë liridashës lufta si qëllim vetvete. Mirë po lufta është vlerësu, edhe plot njerëz, plot bashkëluftarë që i përkujtojmë sot ne, do t'i përkujtojmë gjithmonë, sepse kanë kulmu me lavdi, me trimëri, me heroizëm, askush nuk e ka zgjedhur me dëshirë, por lufta ka qenë nevojë, interes, domosdoshmëri dhe pashmangësi, nëse ka qenë interes edhe patjetër ka qenë interes i madh çlirimi i Kosovës nga Serbia. Pra, Visari e Safeti e plot djemë si këta e kanë kuptuar me kohë që nuk ka rrugë tjetër përpos përgatitjes morale, psikologjike dhe përgatitjes logjistike, përgatitjes organizative për të përfshirë në rrugën e vetme që kishte mbetur rruga e luftës armatose. Prandaj veprimtaria atyre ka filluar qysh herë kanë organizuar, kanë mobilizuar edhe të tjerë shok në mënyrë që lufta jonë çlirimtare, e cila u bë me emblemin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tjetë sa më heroike, tjetë sa më organizuar dhe tjetë pikërisht heroizmi edhe suksesi i kësaj lufte ka ardhur si rezultat i vendosmërisë e guximit djemve si Visari, si Safeti, si plot shok tjerë. Sot është ditë me diell dhe zakonisht dëshmorët janë burim i pashteshëm frymëzimi për gjallë, për ata që jetojnë, për shok, për bashkëluftarët, po edhe për ata që vinë pas këtyre brezave. Po edhe janë burim energjie, pra sot kanë bënë marsh bashkëluftarët e Visarit, po edhe të tjerë, e të Safetit, që kjo është një marsh i lirisë, edhe një marsh që neve na sjellën kujtesë dhe na bën edhe më të gjallë, edhe na rifreskon kujtesën tonë për veprimtarinë, por edhe për aktin e rënies së Visarit dhe të Safetit. Po 27 vjet pas luftës, pra në liri, ky vend është edhe burim energjie, pra edhe për gjakun e derdhur, po edhe për frytet që po i jep ky gjak i derdhur. Para se gjithë është mbi të gjitha lirinë, shtetin po tash edhe një investim të madh që do të provohet energji pa ndotje për mirën e përgjithshme, për interesin e madh publik. Energji nga era, e cila energji sikur na kujton faktin që ky vend është burim i pashteshëm i energjive tona, të cilat ende që kemi shfrytzuar, e cilat duhet i shfrytëzojmë maksimalisht përveç tutje përpara. Çdo investim që bëhet në këtë zonë, sidomos investim pa ndotje, korrespondon me amanetin që na kanë lënë pas dëshmorët e Daud Visar Hoti, Safet Latifi dhe bashkëpunëtarët e tyre. Pra, një investim mbi 100 milionësh është një dëshmi që në këto kushte kemi mundësi akoma të pashfrytzuar, po një investim që ky edhe në herë po them sikur është harmoni, pavarësisht që në rrethona krejtësisht tjera, në rrethonat lirisë të shtetit, sikur na rikujton faktin që këta neve na frymëzojnë, gjeneratat e reja i frymëzojnë, janë burim i pashteshëm i energjisë, gjaku dhe jetët e tyre, sikur se edhe Zatriqi si vend ka histori të bujshme, sepse bashkëluftarët tonë, Visari, Safeti, plot tjerë, kemi qenë në Zatriq, jemi strehu në Zatriq, jemi përgatit në Zatriq, për shkak se edhe zona ka qenë më e përshtatshme, konfiguracioni i terrenit, dhe unë besoj që pavarësisht asaj që po duket sot, e ardhmja do të jetë në frymen e përmbushjes së amanetit të idealit dhe qëllimit për çka janë kriju edhe Safeti, edhe Visari, edhe
bashkëftarët tanë dëshmorët herojnë të martirë. Ne do ta kemi edhe një aktivitet tjetër në ratkosën e varrezës të dëshmorëve. Unë të gjithë i përshëndes pa dallim, edhe bashkëftarët, edhe miqt, edhe gjeneratat më të reja, edhe fëmijët, po edhe mysafirët, ka ardhur një mik nga Kukshi, nga Gezhani i Kukshit, edhe Gezhani ka qenë një nga bazat e rëndësishme që është përdor nga bashkëftarët tonë për nevoja logjistike, se kanë qenë dikur depot e mëdha të armatimit, të municionit, dhe ato depo, shumë materiale prej aty në depo kanë hyrë në si materiale lufte në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. E falenderoj që ka ardhur këtu, siç i përshëndes gjithë ata që nuk po pritojnë edhe me vullnet, me bindje të e ditë edhe pse po vinë çdo vete më shumë, po vinë njerëz edhe po e nderojnë kujtimin për veprën patriotike të Safetit, Visarit dhe dëshmorëve të kombit. Lavdi për jetën më. Dëshmorëve të kombit Safet Latifi, Visar Hoti, për të gjithë dëshmorëve kudo që kanë ra për një qëllim dhe ideal vetëm për lirinë e ardhëut dhe bashkimin e trojeve shqiptare në një shtet. Lavdi. 12:30 i kemi omazhet të varrezët e dëshmorëve në Ratkovc. Ju ftoj të gjithëve të vazhdojmë rrugën për atje. A do e bëjmë një foto bashkë gjithë. E tash vazhdojmë poshtë. Sa të rriqit po shtriku gjëmon, se morë pysni ase dini Visari lufton. Krah për krah me Safetin trimat janë betu, derin beke për liri, armët mos me shu. Ty Kosovë soni liri, Pojmi antene i do, me shtim mrama në antene. Ja, rritët të Shvetni! Ja, tash kemi arritë. Kjo është atje pikë strategjike u që kë sot i ndërrum dy dëshmorët. Safet Latifin e Visar Hotin që kanë rrë duke e mbrojt këtë pikë. Ka rrë Vardun Kastrati, Sot Kastrati, të fjerve Hobi. E shikon. I cjalli knaq. Se të rëmë lumbi, se të rëmë lufta Visari në ri, lastu bimet në Prishtin, uradhit në ushtri. As njeher armen nga krahu, aj nuk e largoj, edhe lapsi ti art për çdo ditë shënoj. Hajde! Marr me këngë jo me loj, nëse vdes për liri, amanet e do shronën, lot mos derdh nga ta sy, amanet e do shronën. Kënga jo, kur rotërimas do të pushoj për ju, ju që falë gjakun tuaj flamur jo shëndru, ju që dhat jetën tuaj në lullet rinis, emra tuaj po shënohen faqet historis.